Atilës? Ne kemi bo një videoklip, nuk e kuptoj se u gri gjithë shqiptaria. Se përmendet Atila aty të buzqesh ftyra? Jo, po qesh me faktin që po qesh ti. Në fakt. Jo. Ka rreth Atilës që ty ta kthen buzqeshjen? Ne bëm një videoklip dhe unë kam nxjerr videoklipin dhe vazhdoni vini komentet. E she, uri me Rovena, ose wow, qa ki bo? Të më thënë është videoklip. Është videoklip. Dhe vërtet që ishte videoklip. Po të kuptoj, po ka diçka për te videoklipit. Po dhe nëse ka diçka për te... A ka ndonjë flert aty? A ka pas flert? Flirt nga kush? Nga Atila apo nga unë? Nga të dy. Po nuk e di, si e kupton publiku? Këtë gjë unë nuk e di. S'di se si jam dukur unë. Ne bëm gjithat video, plus pastaj në atë kohë dhe jemi shoqëruar, kemi kryuar një shoqëri, sepse unë në momentin që... Jetu e zbutash. Jesem të zbut. Por jemi shok shumë të mirë. Tani nëse ka diçka, nëse do ketë, nëse pse jo, unë nuk jam mojë vetës. Do të t'je hapër. Dhe ai është beqare dhe unë jam beqare, dhe jemi të dy beqare, pse jo. Do të t'je hapër. Jam e hapër nëse ka diçka të tillë, nëse do ketë. Po nëse nuk të kish pëlqy, ndoshta në karakter ose në pamje, nuk është që kishe loni dirë të hapur, por Atila të këte ka një dirë të hapur. Unë s'do më kish pëlqy që në Big Brother unë si e kisha pranu cigaren, a kupton? Se me ka afru një cigare, unë e kam pëlqyer atë sjellje gentlemani, se unë në përgjithësi nuk e shikoj një raport timin me dikë, në rast se thjesht është i bukur ose i pashëm prej pamjes, po mënyra se si sillet dhe mënyra se si erdhi. Plus aty brenda, imagjino unë isha e rrethuar me shtriga. Ti po e thu një fjalë bombastike, mandej po shkon tu e zbut. Ani prej bombës duhet me zbut pak se ndryshe bjen me shpërthy. Kështu që unë isha brenda e rrethuar prej shtrigave. Këto po ta them kështu ashiqare. Do të thënë prej shtrigave, në momentin që më vjen mua një si princ aty, urdhëro cigare, që normal që do ta prisja me buzëqeshje. Si mund ndryshe. Atila princi me... Po ishte erdhi ashtu sol, bukur, dhe kjo ishte edhe kjo radhe në sytë publikut, se në këtë gjë nuk e pash veçon. A ki komentet banorve kure kam po Atilën në klip? Më filloj një... Jo, të banorve po, më vonë po, disa po, nuk kam komunikim. Unë si brënda që i keni pa raportet, njëjt janë dhe jashtë. Unë me njerëzit që kam shku mirë brënda jam dhe jashtë shok. Për shumë me Drilonin, me Gjestin, me Sarën, ata të tjerët brënda, që ishim me mu, ata e kishin problemin, jo unë me ta, nuk kanë pse t'i jenë të miqtë e mi, nuk kanë pse. Në atë mënyrë se thonë të gjithë e kena bo për lojë. A i bjen kjo që je reale, ashtu që shjendim branda shtëpisë je dhe jashtë? Këtë duat të them. Nuk kanë ndryshu asë një raport? Unë për vete, kam qenë vetja, se thuhet shumë herë reality show, po shumë kush po bën një skenar dhe po thot hajtë se ish veç lojë, ose Big Brother, pa atëre si e i vërtet, atëre do të ndajmë, je një reality show me skenare që i bën ju, ose dikush tjetër, se ju po thoni jo, se ne nuk jena kështu, po se ne jena ashtu, po si je? Dëve thënë, ashtu janë. Se një dit, 2 dit, ti bën një skenar, bën një lojë. Për shumë, dikush ka ardhur dhe më ka sulmuar mua dhe më ka gjyt me birë. Po e zëmë, ajo është lojë. Po mënyra se si ti sillesh, si